E dini se ushtria osmane nuk hyri në troje shqiptare duke sulmuar ato, por se disa shqiptarë i thirrën ata. Mirë se vini në nërë misteret dhe historia. Sot zbulojmë një nga ngjarjet më të fshehura të historisë sonë, vitin 1385, vit kur disa principata shqiptare kërkuan ndihmë nga osmanët. Në fund të shekullit 14, Shqipëria nuk ishte një shtet i bashkuar. Ajo ishte e ndarë në principata të fuqishme, shpesh në luftë me njëra me tjetrën. Karl Topia sundonte Durrësin, ndërsa Bolshajt kontrollonin zonat veriore dhe një pjesë të Adriatikut. Konflikti midis Karl Topisë dhe Bolshajve u bë i ashpër. Bolsha e dytë u përpos të merrte Durrësin, duke rrezikuar pushtetin e Topisë. I mbetur pa aleat, Karl Topia mori një vendim dramatik. I kërkoi ndihmë Sultan Muratit të parë. Ushtria osmane pranoi menjëherë thirrjen, dhe për herë të parë trupat osmane hynë thellë në troje shqiptare, jo si pushtues, por si aleat të një princi shqiptar. Kjo çoi në betejën e Savrës në fushat e Lushnjës. Bolsha e dytë u vrau në betejë dhe ushtria e tij u shpartallua plotësisht. Karl Topia fitoi, por fitoria kishte një çmim të lartë. Pas kësaj fitore, osmanët nuk u kthyen më. Ata qëndruan, u vendosën dhe filluan të shtrinin kontrollin në rajon. Kështu filloi periudha 5 shekullore e sundimit osman në tokat shqiptare. Kjo ngjarje tregon qartë se përçarja e principatave shqiptare hapi portat e një perandorie të huaj, dhe 1385 mbetet një nga vitet më të rëndësishme të historisë sonë politike. Nëse doni të shihni pjesën e dytë, ku tregojmë se si reaguan principatat e tjera dhe si u ngrit Skënderbeu për të bashkuar shqiptarët, shkruani në komente. Pjesa 2. Si dhe abonohuni për më shumë histori dhe mistere që nuk i gjeni në librat e shkollës.